Kjo javë ka qenë mjaft e pasur në botimet e reja, ndër të cilat zgjodhëm të servirim shikuesve 5 titujt më të fundit. Dhe Malet Oshtin nga Khaled Hosseini, autori disa romaneve mjaft të lexuar, i shpallur si autori më i shitur në New York. Ky botim i ri, i cili pritet të jetë po aq i suksesshëm sa botimet e mëparshme të autorit, është cilësuar si një roman i paharrueshëm rreth gjetjes tek dikush tjetër të një pjese të humbur nga vetja. Nusja e Virgjër, një roman i Sonia Topazios, autorja italiane, vjen me një ngjarje që zhvillohet midis Italisë dhe Romanisë. Ndodhitë e rrëfyera marrin jetë në regjimin diktatorial të viteve 80 dhe 90, kur shumë gjëra ishin të ndaluara, por leja letrare i ka shërbyer autores për të shkruar një histori dashurie dhe në dashuri lejohet gjithçka, madje edhe e pamundura. Të lutem më lër të urrej, një tjetër roman nga Anna Premoli. Vjen gjithashtu si një botim i ri këtë javë. Shumë shpejt ajo që për Jennifer ishte një shaka, bëhet më e ndërlikuar nga sa ishte menduar. Një puthje që bënte pjesë tek loja e saj e shtirur, bën t'i rindi ndjenja dhe reagime të forta të papritura. Shprehet autorja në veprën e saj. Një roman romantik pak më ndryshe se çka jemi mësuar të lexojmë. Të pafajshmit e gazetares dhe autores franceze Francesca Segal, romani i parë i saj vjen i ngrohtë dhe i butë. Pasioni, tundimi, besnikëria, një histori dashurie në Londrën bashkohore. E lidhur ngushtë me ty, një roman i serisë Crossfire nga autorja Sylvia Day, bërin tek ne si bestselleri numër 1 ndërkombëtar. Në roman përshkruhet pushteti i errët dhe i mahnitshëm i zotërimit, një rrëfim i rrjedhshëm që do t'ju bëjë të shfletoni të gjitha faqet me një frymë. Një romancë erotike me një histori plot ngarkesë emocionale që nuk duhet humbur.